shumë dietar kur kanë folë për meditimin e Kur'anit, një nga rezultatet mahnitëse të këtij meditimi kanë përmendur kujdesin e Allahut për neve. Që është kujdesi Allahut për neve? Me na mësu, me na udhëzu, me na sqaru, detajzime, sqarime, kuptime, asgjë mos me met diçka e pa qartë. Dritë e qartë e ka thënë Allahu xhallahu ala udhëzimin e tij nur, dritë. Do në dritë s'ka mundësi diçka mos me pa. Krejt çka duhet me pa, realisht ka ra drita mbi te. Dhe kur besimtari e ndin, e përjeton, e kupton këtë kujdes hynor, atëra reagimi i tij normal do të jetë shfrytëzimi i mundësive që vijnë përmes këtij kujdesi hynor. Nëse Allah është kujdes për ty, shfrytëzoje këtë kujdes pra. Sa është kujdes për ty, jo për te. Për ty është kujdes Allahu te barekutaala. Në shfrytëzoje mundësinë. Për shembull të ndërrozë, nëse keni nevojë diçka të caktuar, keni problem shëndetësor, keni paqartësi të caktuar e kështu me radhë, edhe ekspert e lamis apo vinë dhe thonë nëse ki diçka na kujdesemi derisa të bëhet e qartë. A shuzon mundësinë të dush, hajde se nesër kismet. Kjo është e palogjikshme. Kanë njerëz bash adekuat. Më u kujdes për problemin tënd shëndetësor. Më u kujdes për problemin tënd caktuar që ki. Ose për shembull mund të jenë njerëz të pasur shumë. Thotë kemi ardhur më u kujdes për borxhet e tua, veç ka do soi ki. A thush mas një javë se tash po pritëm ju kallëzua? A thush? Ja s'thush. E shizon kujdes të tyne për borxhet merr, çika merr. As selam për nesër bile, as për një orë më vonë. Pse? Nga se e shizon mundësinë e këtij kujdesi. E Allahu sa është kujdes për ty që të më fitu. Shikoj për shembull, nëse e thu këtë ki kaq sevap, nëse bën këtë ki kaq, është kujdes të më fitu. Krejt ato çka e lexon në shpallje, në Kur'an, në Sunet, e sheh se Allahu është kujdes që ti më dal fitimtar. Subhanallah. Nuk don, nëse këtu i mediton e sheh që kujdesi i Allahut që ti më shkon në xhenet është shumë më i madh se kujdesi yt ti më shkon në xhenet. Në më shumë ai kujdes për ty se ti për veten tonë atë. Edhe pse shkuret në xhenet tek Allahu xhallahu ala alun në hesab kur gjë. Absolutisht. Kretë mi që unë gjëhnem, Allahu mbetet qaj Allah që është. Kretë mi që unë gjennet, qaj Allah jetë. Së në rënë të ka Allahu kur gjë. Po të në ndërën shumë, vëlla për. Të në a mush me thonë, me shku në gjenë mirë është, po dhe mësë me shku, ja, dhe mësë me shku, botë mësë vetë. Dhe ndosë në thushti mësë me shku. Dhe Allah është kujdes për ty. Që ka përshamë kujdes si Allahut për mu pendu mëkatari. Habitish Allah. Natën thirr, ditën thirr, kush e bën kët i falen gjinat. Shikoj për shembull, a të bën përshtypje ç'ky kujdes? A të bën përshtypje ç'ky kujdes? Edhe sa shfrytëzon ti kët mundësi në raport me kët kujdes? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot 100 herë subhanallahi wa bihamdihi, i falen mëkatet edhe nëse i ka sa shku me detit. A është kujdes? A është kujdes kë? Shikoj me çfarë aktiviteti minimal arrin dhe mon qëfar fitore. Sa kujdesesh për këtë? Sa herë të ka ikë në det me thonë 100 subhanallahu bihamdi? Apo? Ai për kujdeset për gjunat e tua, sa shku me detit, na themi, hajri inshallah. Që kjo është e, se kemi parim. Pra e të ndërmuzur, a di që o parim? I themi, dikush thot për shembull, një vetë thot, e kom parim një tonë. Është njëri parimor, nëse thëmë parimin. E dhone, kujdesi jam, ose kujdesi Allah për mu, është parim një tem që në e shuzej këtë kujdes. Nëse është parim. Nëse kujdesi Allah për ty është, për shembull, qef, është për shembull, fjallë që thu, mirë është, ani, shoqër Zotit që po kujdesit për neve, për shembull, së parim këtë ani. Kjo është çështje rastësie, kjo është çështje dëshire. Po nuk ka çështje parimi atë.